Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar rreth ngjarjeve më të fundit që në fakt kanë degraduar në lojën e Big Brother VIP Albania 5. Një zëng që ka nisur që natën e mbrëmshme mes DJ Gimbos edhe Rogertit, ka nxjerrë në pa një anë të Rogertit që do me thënë arritëm të kuptojmë në fakt, sado që familja ta mbrojnë, sado që familja ta arsyetojnë me shkrime në për Instagram, ka treguar që Rogerti është në gjendje që të bëjë gjithçka, të fletë çdo gjë, të lëndojë çdo shpirt, të lëndojë një zemër, vetëm e vetëm për të marrë pak vëmendje në lojë, apo vetëm e vetëm për t'i thënë vetes që unë arrita u grinda me banorët, apo unë arrita krijova dinamika. Situata e sotme është një situatë shqetësuese, jo vetëm për banorët, jo vetëm për DJ Gimbon, por edhe për të gjithë opinionin jashtë. Ngjarja e vdekjes në moshë të re të vllaut të Gjestit nuk ishte një dhimbje vetëm për familjen e Gjestit, por ishte një dhimbje për të gjithë shqiptarët. Të gjithë e vuajtën, të gjithë e përjetuan, të gjithë e thanë një fjalë për të, dhe të gjithë e heshtën me respekt për të bërë pjesë e kësaj dhimbjes. Në për Big Brother ka patur zënka të ndryshme, ka patur debate të ndryshme, por asnjëri nuk ka përmendur një emër të tillë, asnjëri nuk ka përmendur një ngjarje të tillë. Nuk e kuptoj pse vllau i madh po bën kaq toleranca duke e toleruar Rogertin, që brenda kësaj shtëpie të sjellën emra si Diellza, një vajzë që në fakt vitin e kaluar përfliteshte shumë, një e dashur e Gjestit, të akuzon këtë gocën nëse ekziston apo jo, do me thënë nuk na intereson ne sepse Gjesti nuk ka folë më për të, sikur shoqëria e kanë përdor, do me thënë t'i quan këto çunat pedofil, sikur shoqëria e ka përdor, sikur shoqëria e ka shitur, sikur nëpërmjet asaj vajzës të gjithë shokët kanë paguajtur qiran e banesës, sepse kështu foli Rogerti kundër drejt Gimbos, duke i thënë DJ Gimbos që ju keni mbajtur një vajzë, e cila është quajtur Diellza, e keni shitur atë, e keni manipuluar atë, dhe nga ajo keni marrë pagesën e qiras dhe keni qëndruar në atë apartament. Dhe më pas, do me thënë, duke përfolur edhe emrin e vllaut të Gjestit. Normal është që DJ Gimbo të lëshon zemër edhe të qanë. Do me thënë, jo të gjithë mund të përballojnë luftën që bëhet aty brenda si që përballon të Gjesti vitin e kaluar. Ne dim shumë bukur që DJ Gimbo ka një afrimitet jashtëzakonisht të madh me Gjestin dhe normal që Eldioni është një plagë edhe një dhimbje edhe për DJ Gimbon. Dhe të përmendësh Eldionin, të kthesh këtë dhimbjen për pak klikime, për të marrë pak vëmendje në shtëpi apo për të treguar që gjasme unë jam një banor i fortë, fortësia e banorit nuk tregohet me dhimbjen e tjetrit. Do me thënë nuk je ti banor i fortë duke prekur dikë që në fakt as nuk ka të bën njerë me familjen e DJ Gimbos dhe duke prekur një ngjarje që është një trishtim, është një pikëllim që vetë familja akoma po e vuan shumë dhe do ta vuan gjithë jetën sepse kanë humbur fëmijën e tyre. Unë kërkoj nga ana e produksionit vërtet të ketë reagim, nuk ka më toleranca në këtë pikë, nuk tolerohet më, kjo nuk është lojë, kjo është urrëtie, kjo është mllef, kjo është inat, kjo është një lloj xhelozie që realisht po e vret shoqërinë tonë shqiptare dhe në qoftë se ne tolerojmë gjeste të këtilla brenda kësaj shtëpie që janë jashtë kornizës të lojës, atëherë ne nuk kemi bërë asnjë gjë. Unë kërkoj nga produksioni që t'i shqyrton video të mirë, do me thënë t'i shikon mirë, të dëgjon mirë se çfarë është thënë, çfarë goditje i është bërë DJ Gimbos vetëm për inat brenda në lojë, ndërsa DJ Gimbo nuk u shpreh fare në atë mënyrë për zotrin në fjalë, do me thënë nuk ja përmendi as familje, nuk ja përmendi as rrethin, nuk bëri asnjë lloj denigrimi dhe tani mos të presim ne që të reagon Gjesti që produksioni të merr masa. Unë kërkoj një zarf të zi në shtëpi, kërkoj që Rogerti të del nga ajo shtëpi, të qetëson veten e tij, ta shikon se çfarë gabime është bën, ta shikon veten se ku ka arrit dhe më pas do me thënë le t'i jep vetes një mundësi të dytë, sepse rruga që ka zgjedhur Rogerti është rrugë e gabuar. Nuk tolerohet që të përdoren njerëz të vdekur, nuk tolerohet që të përdoren të dashur
dashura të ish banorëve dhe shokëve të tyre vetëm e vetëm për të marrë një vëmendje në lojë dhe për të thënë që unë fola. Pastaj do shkon në dhomën e rrëfimit edhe qanë. Përse qanë Rogerti në dhomën e rrëfimit? Qanë sepse nuk është brenda kornizës së lojës, që në ditën e parë që ka hyrë përmendën familjarët, denigrime, ofendime kundër drejt vajzave. Deri kur do zgjatën kjo gjë? Unë uroj që realisht vllau i madh të merr masa. Unë e di që produksioni Big Brother VIP Albania janë profesionist dhe nuk tolerojnë kështu gjërash dhe Rogerti të merr atë që meriton. Besoj siç unë që mendoni dhe ju. Rogerti do të ishte banor i fortë në momentin kur do të luante në lojë dhe ju, jo kur do të denigronte imazhin e vet banorëve të cilët janë protagonistë aty brenda, por edhe duke përdorur histori nga jashtë.